Ky roman, Testament, Dyshemeja, I asaj dhe së fundmi Phoenix, janë vetëm disa prej hiteve të këngëtarës shumë të njohur tunës. Edhe kjo verë ishte e saj. Kështu duke qenë përsëri video dhe kënga më e klikuar shqiptare në kanalin YouTube, e gjithashtu duke mos pasur asnjë ditë të lirë prej koncerteve anë mban. Por I lojmë këto anash, ne ju kemi sjellur një tjetër tunë, një tunë prapa koncerteve, videoklipeve. E për më shumë ndjeki materialin ekskluziv të përgatitur Enkas për të. Joshse, ekstravagante dhe gjithmonë me trendet e fundit në stil. Edhe pse servir karakterin e një vajze të fortë, këngëtarja ka krijuar imazhin skenik të vajzës me teke. Altuna Sidiu ka bërë për vete mira fansa, kështu duke mbajtur primatin e këngëtarës më të kërkuar në pjesët shqipfolse gjatë viteve 2012-2013. Këngët e saj prin me klikime ndaj gjithë kolegëve. Lëvizjet e paraqitjet e bëjnë të dalluar, nga disa të pëlqyer e nga disa të gjykuar. Pasi që u bën pothuajse një vit pa deklaruar asnjë gjë rreth fashëthemeve, këngëve, projekteve e jetën personale, Tuna në prive hapet gjërë e gjatë për të gjitha. Dita e saj është e mbushur me punë dhe angazhime, por gjithsesi një start duhet të ketë. Nuk është adhuruese e kafes, por me shije zëvendëson pijen më të kërkuar. Duke pas parasysh agjendën e ngjeshur kohëve të fundit, vjen më zgjuar shumë herët. Kafën e zëvendësoj me një portokall të shtrydhur, mundohemi me majtë imunitetin sa më lart për arsye të lëvizjeve, jetës shpejt, dinamike që e kam kohëve të fundit. Këngëtarja shkupiane la vendin dhe familjen pas, kështu duke vazhduar jetën e saj në Prishtinë. Isha shumë prezente këtu, shkaku I aktiviteteve ndryshme, muzikën e krejtë dhe me që se vazhdimisht isha me valigje në altë poshtë gjatë javës, veçanërisht ishte një lodhje shumë e madhe se ma shumë isha këtu, shkaku I angazhimeve. E pashtë arsyeshme me pas një kolli pse jam. Në çdo paraqitje të këngëtarës në klipe, evente, koncerte lëm përshtypjen e vajzës të vrasht, pa tolerancë, sulmuese, por në relacion me veten gjithmonë fitimtare për cakun e saj. Si është ajo brenda këtyre përshtypjeve? Mënyra se si është interpretuar, karakteri jam, qëndrimet e mia dhe gjitha këto që ke pak më herët, nuk janë bashkëtilla. Është një mbrojtës që unë kam self-protected që I thonë për me mbrojt vetëm prej gjitha atyne energjive edhe njerëzve edhe kjo është një qëndrim që unë kam po në brendësi njerëz që mjojnë e din që Tuna nuk po them që është perfekte, larg asaj asnjëri prej neve. Teksa jemi tek Tuna jashtë xidzave të showbizit, po ndalemi edhe tek ndjenjat e dashurisë. Është thënë shumë herë në media që zemra e saj është e zënë. Nuk është beqare, por më shumë merr dashuri sesa që dhuron. Fjala është për reperin Kozmën. Ajo që ngjalli edhe më shumë simpati tek publiku për këta të dy ishte edhe videoprojekti I fundit Phoenix. Është thënë edhe është tërthënë shumë herë nëpër media për jetën tem personale, cilën jam mundu me mishë me shpirt, me mbrojt hermetikisht sa e kom arrit, nuk e di, bile shumë herë më kanë bes edhe hatri edhe me media cilët nuk ma kanë respektu këtë qëndrim, po në fundit është kjo ndjenjë për më është kaluese sa do që ju mundu distancu prej disave, është kaluese se unë kuptoj profesionin e mediave, kuptoj profesionin e gazetarisë edhe një shumë mirë. Do njerë dhe janë egzagjeru senet, krejt që ka muj me thonë edhe që du publiku me ditë është se emocionalisht jam ma e lumtur se kur. By the way, se e di që nuk kime më prek ma tutje për qëtë sen, po du me thonë që Kozi është një njeri me një zamër të madhe, njeri me zamër ma të madhe, muj me thonë që kom njoftu deri qëtash, e meriton një falenderit edhe një admirim shumë të madh prej anës tem për krejt energji pozitive që sjell edhe ka sjell vazhdimisht edhe gjatë punës që kemi pas, është një koleg para se gjitha shumë I mirë edhe I kuptueshëm. Ndoshta keni menduar që këngëtarja din të përmendë vetëm zogun apo të rregullohet e të shihet në pasqyrë. Gabim e keni. Nga se Tuna është e zonja edhe për të pritur mysafir si është më së miri. Me kafe e muhabet na bëri më të lehtë punën me të. Çfarë kafe jam të bë?
station at the hall. I got some damn bitches I can call. I don't know what I would do without y'all. Kafja u serua në filxhana të mëdha, por ajo që na la përshtypje ishte gota me shkronjën C, apo në shqip K. Urdhëroni, ti ngutëm e ti, që ty. Faleminderit. Urna, inshallah në të mbosh. Po e lëm personalin e këngëtarës për të vazhduar me punën, karrierën dhe stilin. Nga ajo vajza më hershme, Tuna erdhi furish në vitin kaluar me klipin I asaj, ku mund të themi se bëri revolucion që deri në vitin 2012 nuk ishte guxim ta sillte asnjë këngëtare. U bën e u stërbën thashë theme për zogun. Kështu duke lënë anash në një mënyrë apo në tjetrën gjithë punën dhe realizimin e këngës, klipit, veshjes e të tjerë. Jemi mundu me thy disa standarde dhe me zgjeru me thy disa standarde në showbiz edhe menoj mi hap disa dyrë tjera edhe menoj që I arritëm pavarësisht prej asaj që shumë herë jam gjyku e se në unë jam konë e gatshme prej fillimit për këto se gjithmonë ekzistojnë dy palë. Pala e cila suporton njerëzit për cilën jam e bekume që I kam janë fansat edhe pala tjetër cilët nuk mujnë me gjithë kimin me mu nuk dojnë të urejnë. Kthehemi pakës në kohë, kujtojmë këngën Piroman, ku Tuna na shfaqet ngjajshëm me këngëtaren Christina Aguilera, por nuk po ndalemi këto. Vargjet e tekstit Ndize Piroman, ndezi pyjet e pashkelura na bën të mendojmë që këngëtarja vite më parë përgatiti terrenin për zogun. Unë mendoj që ky dyshim I joti që e ki vjen si pasojë e teksteve më të guximshme që I kam pas, domethënë, jo veç nga Piroman që I ka ato momente eksplicite që ti mundesh me interpretu kështu, dikush tjetër e interpreton pak më ndryshe. Jo vetëm ajo, por ka pas shumë këngë tjera, nëse të kujtohet edhe psikologët, apo një fabull pak më ndryshe që është interpretu njëjtë prej mediave. Unë mendoj që arsyeja e kësaj është janë tekstet e guximshme dhe në fakt nuk kisha thënë guximshme tekstet sa më raje. Edhe në këngën në bashkëpunimin me Gjetin edhe me Medën që ishte diçka shumë e guximshme në femër mu shpreh në atë mënyrë, më falë po këtë shumë ma tje bëj, po më falë, ku shpreh neve nuk shprehet që shto, jam e sigur pavarësisht që jemi femna, kemi atë lady qëndrimin që ashtu, po se cili prej neve kur ti vjen këtu shprehet që shto. Pas suksesit më të madh që këngëtarja shijoi në karrierë, projekti I saj I radhës ishte X Factor Albania 2, në rolin e juris. Si ishte Tuna në marrëdhëniet me konkurrentë të tjerë jashtë asyrit të kamerës? Edhe të unë është ndje normal ajo energjia dhe ajo këmbgulje për konkurrentën tam veçanërisht për Arilenën, meqse ishte absolute prej fillimit, me asnjë showdown, me gjithë ato ishte absolute, jo vetëm në synin tem si mentore, edhe në synin e juris, kolegëve të mi, po në synin e gjithë publikut. Edhe e kisha një detyrim ndaj vajzës. Isha pak ma me rezerva ndaj konkurentëve tjerë, po foli për ashtu edhe pse me një admirim të madh isha krejt, u fillu prej grupeve, prej djemve të kategorinë e sonit No Limits, edhe po thjesht energjia dhe ajo pika e me dopti unë konkurente me. Konkurrentja e saj Arilena ja zbardhi fytyrën kështu duke u bërë që të dyja fituese të edicionit të dytë të spektaklit, por vajza humbi e nuk ju dëgjua zëri më. Nuk jam dakord me çdo që vajza humbi, vajza s'ka humbur në Shkodër, e takova dje, në fakt par dje, dhe kemi bisedu, kemi shumë planet për bashkëta për si vjet, kjo është ekskluzive.
U larguam nga vendbanimi këngëtarës, nga se ishte pamundur shkaku i shumë angazhimeve të mbaronin të gjithë storien për një ditë. Teksa zbritën poshtë, ishte ekipi i Phoenix Store ata që po e presnin për të marrë rrugën për qytetin e Preshevës. Klipi Phoenix solli ndryshime në stilin e spoteve tek ne, por gjithsesi gjatë kohës së xhirimeve duhet veçuar ndonjë moment. Çfarë mbeti pikë këngëtares në këtë klip? Kaci edhe Vjosa më rregulluan bukur për herë të parë me pranuar vetit, wow, isha kështu me nxi po pres, çka më dokën kamerë krejt ajo. Edhe isha me një skenë afër pishinës ku isha në një pozitë pak vështirë, se ishte shumë vështirë me majtë balancin e trupit, si isha në taka shumë të nalta, pa tak faktikisht, me wedges pa tak, edhe me një moment, përderisa fillum njerë me skenat e para, portretet, ku mu më pëlqej krejt ajo që e pash që po doket në ekran, me një moment më hupi balanci edhe komplet që shkesh që shto rash në ujë. Trust me, on my INDEPENDENT shit hustle. Tashmë Tuna filloi të njihet si Zogu, e për këtë titull që e mori asaj u kushtua edhe lloj batute. Mes tjerash, edhe protestat e pulave me pretekstin që po rrah zogjët, apo edhe asi që gjelve ju ndalohet përdorimi i emrit Tuna. Mu personalisht ma zbukurojnë ditën. S'di qa muj me thonë për njerëzit cilët nuk gjejnë kënaqësi në këtë humor. Across the country, can we go back? Pas gjithë kësaj arritje, a është Tuna duke punuar për diçka të re apo po shijon vetëm suksesit e turit Phoenix? Për sezonën e verës, mendoj që ja kemi lënë hapësinën maksimale Phoenixit. Prej shtatorit kemi plane të reja, kam këngë që janë në demo versione, disa më janë të realizume, thjesht presi momentin edhe këngën e duhur që duhet të vi pas Phoenixit me shumë përgjithësi. Prapë. Pavarësisht gjithave, as disat nuk munguan. Mes tjerash fjalët ishin femrave shqiptare, por ty po I vjen mas. Të kisha alun me flish gojën ma shumë, se s'ja vlen këto vargje. Po ndërlidhna se di qa po do me vetë. Nuk e di sa hapsin duna me dhonë këtu për marketing, po shumë herë heshtja jam është interpretu si mendje madhësi, kështu që me që po insiston. Mas pari I përgëzoj për që pa pik interesi kanë shpenzu kohë edhe mund. Kohë mas pari se koha është shumë e shejt, na që s'kemi kohë edhe që punojmë shumë e dim vlerën e saj. E dyta, atë të cilën ata e kërkojnë nga unë nuk do t'u jap sepse nuk plotësoj dëshira pacientave të ndryshëm. Ka pas shumë tillë ndër vite të cilët janë mundu të krijojnë famë mbi takat e mia, po janë zhdukur në shpejtësinë e dritës. Tekstet e mia flasin boll për ata që kanë diapazon me Gjithçka që patëm i ardh fundi për të lënë në rend në sezonin e ri, ndërkaq këngëtarja u përshëndet me ne duke I lënë vend angazhimeve dhe mbrëmjeve të shumta që po e presnin.